Në mjaft të lagjit të qytetit të Tiranës, uji i pijshëm është i ndotur. Instituti i Shëndetit Publik, pas bërjes së matjeve për cilësinë e ujit, arri në këtë përfundim. Nga të dhënat që na vijnë nga Drejtoria e Shëndetit Publik e rrethë edhe Tiranës, konstatohen ndotje të ujrave, të ujit pijshëm në rrjetin ujësjellës konstatohet. Duhen një vëmendje të veçantë për të parë cili është shkaku i ndotjes, eliminimi i shkaqeve dhe kryerja analizave përsëri derisa uji të dalë brenda parametrave dhe standardeve. Ndotjet mund të bëhen shkak edhe për sëmundjet infektive me origjinë hidrike. Specialistja në ISHP Valbona Bara thotë se për herë të parë analizat e këtij viti për vijën bregdetare Durrës Golem tregojnë se uji është i pastër. Vërtet situata është shumë e përmirësuar në krahasim me gjitha vitet e tjera dhe këtë e them me bindje të plotë, pasi jemi ne instituti që ka kryer të vlerësimin apo shkuarin në terren për vlerësimin e cilësisë së ujrave bregdetare të larjes apo edhe për të parë pikat për shembull ku mund të ketë shkarkime të ujrave urbane. Kemi një përmirësim shumë të dukshëm në plazhin e Durrësit dhe në plazhin e Kavajës, në plazhin e Golemit, ku shkarkimet urbane, të cilat kanë qënderdhur në det, janë futur në sistem kanalizimesh. Në rast të konstatimit të ndotjes nga ekspertë të ISHP-s e higjienës, informohen ujësjellës kanalizime dhe agjencitë mjedisore për të marrë masat e nevojshme. Ndotja në ujin e pijshëm është shkak i një sër infeksionesh tek njeriu dhe po të njëjtat dëme në lëkurë shëndet sjell edhe një plazh i ndotur.